Momentalisht duket qartë se Kosova shkon në zgjedhje, se partitë politike nuk riorganizohen, qytetarët do të riorganizohen në një lëvizje të re. Është edhe thirrje ndoshta prej të fundit për subjektet politike që të reformohen. Kjo lëvizje mund krijojë një shpresë të re për qytetarët. Ajo që po ndodh tash është absolutisht një tendencë e qartë e politikanëve kryesisht këtyre në pushtet, pra pushtetarëve, që ta mbojnë Kosovën në drama të vazhdueshme, ta mbojnë në procese zgjedhore të cilat nuk po kanë fund dhe të njëjtën kohë në mungesë totale e një çështje ose platforme nacionale për me siguru Kosovën dhe të njëjtën kohë e kanë edhe synimin që të lodhin qytetarët sa më shumë që ata të mos kenë interes për zhvillimet e përditshme edhe përmirësimin e jetës tyre. Një duket edhe për çështjen e presidentit, pra momentalisht duket qartë se Kosova shkon në zgjedhje, paçka se nuk besoj që zgjedhjet e shpejta do të ndryshojnë rezultat në mënyrë të dukshme, dhe kjo për faktin se nuk shohim as riorganizim të partive aktuale, jo pushtetare dhe opozitare, të cilat absolutisht e kanë të domosdoshme të ristrukturohen në mënyrë që qytetarët t'i besojnë. Unë besoj që spori për të ndryshuar një situatë të tillë dhe të ndërtuar një kulturë tjetër politike, është domosdoshme të krijohet një front i përbashkët i lëvizjeve politike, gjë e cila duket qartë se nuk do të ndodhë, sepse kanë interesa personale ose grupore, dhe të njëjtën kohë nuk kanë asnjë platformë përbashkët se cila do të ishte alternativa për një qeverisje më të mirë dhe për një Kosovë më të sigurt. Ajo që e shoh me shumë njerëz në Kosovë, krijohet ose ka filluar të krijohet një apati politike dhe rrjedhimisht edhe numri i votuesve mund të jetë shumë i vogël në zgjedhjet e shpejta nëse ndodhen në qershor apo në korrekt, dhe kjo domosdoshmërisht do të ndërtojnë një moment në cilën nëse partitë politike nuk riorganizohen, qytetarët do të riorganizohen në një lëvizje të re që do të ishte një alternativë për vitet e ardhshme. Unë e shoh që kjo po ndodh, unë e shoh që ka absolutisht disponim të njerëzve, kontribuesve, atrive e të tjerëve, dhe është në pritje nëse partitë politike aktuale do të riorganizohen ose jo, e që është edhe thirrje ndoshta prej të fundit për subjektet politike që të reformohen, të riorganizohen dhe të ndërtojnë një koncept të ri. Po flasim për njerëz që kanë qenë kontribues në etapa të ndryshme, njerëz që e duan Kosovën dhe sidomos gjeneratat e reja. Kjo lëvizje mund krijojë një shpresë të re për qytetarët dhe një momentum kësë tri politik, cile do të ndryshoj situatën, por se nuk mund të ndryshoj shpejt pra për një periudhë saktuar. Sërish, unë shpresoj dhe besoj që partitë politike aktuale do të mund të riorganizohen, do të mund të bëhen në një koncept të përbashkët ndërtuar një alternativë, por se për kësaj që kemi pa sidomos prej shkurtit të vitit kaluar e deri më tash, shohim se strukturimi i tyre është kryesisht i lidhur me interesat ngushta, të cilat e kanë dëmtuar një opsion tjetër, një alternativë tjetër, dhe në mungesën e alternative tjetër, qeveria aktuale ka mbetur në funksion dhe po e mban peng zhvillimin e Kosovës.